një gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që do të pas presidenti ose presidentja e radhës nëse zgjidhet është që ta ketë kredibilitetin dhe integritetin e mjaftueshëm personal në mënyrë që ta mirëmbajë, siguroj dhe ruaj të them kështu pamshmërinë e zyrës së presidentit dhe në anën tjetër shërbej vërtet si unitet ose unifikim politik i popullit Kosovës e jo të jetë një president ose presidentit që i shkon për shtati kryeministrit dhe qëllimi i kryeministrit, veçanërisht kur ato qëllimi janë në shpërputhje me kushtetutën, siç kemi parë të ndodhur disa herë të kaluara. Po tash natyrisht unë mendoj, domthonë parim që është dashur të takojë me gjithë, sidoqoftë ka kuptim se i takon të disa prej partive, por i takon ato partitë që kanë numër të mjaftueshëm deputetëve, përmes cilave ose përmes marrëveshjes me të cilat mundesh me arrit të dhëçën e nevojshme. Me Aleancën për Armiqërinë e Kosovës nuk shembull me arritje një gjatë tillë, po mendoj që prapë është dashur të thirrë sepse janë parti parlamentare dhe mendoj që nëse ideja është që me arrit një emën të pranueshëm për gjithë, atëherë kish këndesh me qenë pranueshëm për gjithë dhe jo vetëm për numrin e mjaftueshëm të deputetëve.